Shpat Kasapi dhe Selvie Jau I japin fund marrëdhënies së tyre? Detajet që nxitën dyshimet për ndarjen e çiftit, prindër të një djali. Shpat Kasapi dhe Selvie Jau kanë nxitur dyshimet se I kanë dhënë fund martesës së tyre. Çifti, të cilët janë bashkë prej shumë vitesh dhe kanë një djalë së bashku, nuk ndiqen më në rrjetin social Instagram. Ndërkohë dyshimet janë nxitur nga një postim I partneres së këngëtarit, e cila shkroi në rrjetet sociale: po kaloj një periudhë të vështirë në jetë dhe më besoni, nëse unë e kam bërë, mundeni edhe ju. Nuk dua të dëgjoj më, po nuk kam kohë, nuk kam motivim. Sepse nuk e keni idenë sa shumë do t'ju ndryshoj jetën. Do t'ju bëj të zonjat e vetes. Gjithashtu edhe Shpat Kasapi, së fundmi ka publikuar një video ku tregon se së shpejti do të publikoj një baladë, ndërsa në tekst thuaj: nuk du me unda, nuk du me unda. Nuk dihet ende nëse bëhet fjalë për një krizë në marrëdhënien e çiftit apo një ndarje të tyre, ndërsa dyshja ende s'ka reaguar ndaj thashëthemeve. Kujtojmë që çifti braktisën shkupin për t'u zhvendosur për të jetuar në Tiranë më shumë se një vit më parë. Dyshja janë njohur gjatë kohës që Selvia grimonte Shpatin dhe vajzat që ishin zgjedhur për të performuar në videoklipin e tij. Jemi përshtatur për nga natyra, si shok. Na ka ecur muhabeti, jemi kuptuar në shumë rrethana dhe afërsia mendoj se ndikon shumë, pastaj takimi dhe njohja me familjen. Është pak emocionuese si vajzë, por atë që ta thot për mirë, e përshkroi Shpati bashkëshorten e tij.